Korça ka çelur zyrtarisht sezonin turistik veror me një nga ngjarjet më të mëdha e më të pritura të qytetit, Festivali Ndërkombëtar të Karnavalit, i cili këtë vit feston edicionin e tij të 18. Plot 35 grupe pjesëmarrëse mes tyre edhe nga vendet e rajonit kanë parakaluar përgjatë bulevardeve të qytetit, duke sjellë ritme, ngjyra, kostume dhe energji që kanë entuziazmuar banorët dhe vizitorët. Për karnavalit është era ime e parë që marr pjesë, është një festë që shumë e bukur, plot fantazi, plot gëzim dhe ku të gjithë ndjejmë atë moshën e fëmijërisë, domethënë ku kthehemi në një fantazi shumë të bukur dhe i shkon dhe qytetit shumë. Traditë vit për vit që të gjithë mblidhen, çdo grup moshë nuk ka asnjë lloj problemi dhe është thjesht një eksperiencë shumë e bukur për të gjithë. Atëherë ne si grup jemi krijuar nga karikaturisti i qytetit Ardi Karanja dhe nëpërmjet këtyre karikaturave që ne përfaqësojmë, Ardi ka dashur që të ironizojë luftën që është duke ndodhur për momentin me personazhet e famshëm Trump, Putin dhe Zelenski. Kryetari i bashkisë Tirash Filo theksoi se karnavalet nuk janë vetëm një festë, por një mënyrë për të nxitur turizmin dhe ekonominë vendase. Unë shpresoj dhe besoj që do të kemi një sezon turistik të mbar, numrat e turistëve janë në rritje dhe besoj që turizmi do të vazhdojë të jetë një sektor shumë i rëndësishëm për ekonominë tonë lokale. Mira qytetarë dhe turistë kanë ndjekur aktivitetet e festivalit, i cili kulmoi me Karnaval Party në Pazarin e Vjetër, ku performoi këngëtarja e njohur Rezar Tasmaja, duke mbyllur me muzikë dhe festë një mbrëmje të paharrueshme në zemër të Korçës.